Në vitin 1943, një ushtar britanik me emrin Thomas shkroi një letër dashurie për të fejuarën e tij Alice, e cila jetonte në Londër. Ai ja dha një miku për të dërguar, por letra u humbë gjatë bombardimeve. Pas luftës, Thomas mendoi se ajo nuk i kishte dashur më, ndërsa Alice besoi se ai kishte vdekur. 15 vjet më vonë, një ndërtues që po rinovonte një shtëpi të vjetër gjeti letrën mes disa tullash dhe e dërgoi në adresën e vjetër të Alice. Ajo ishte ende gjallë, tashmë 72 vjeçe. Kur e lexoi, lotët i rodhën në faqe. Letra përfundonte me fjalët: "Nëse nuk kthehem, dije se të kam dashur më shumë se jetën." 2 muaj më vonë, ajo mori vesh se edhe Thomas ishte gjallë në Skoci. U takuan pas gjysmë shekulli ndarje dhe në takim ajo e mbajti letrën në dorë si dëshmi se dashuria e vërtet nuk vdes kurrë. Lexoi Hysni Valiu.